Në një fjalim televiziv kombëtar, presidenti venezuelian Nicolas Maduro e lidhi mafjen shqiptare me një plan për të sabotuar zgjedhjet rajonale dhe legjislative, të cilat janë planifikuar për të zhvilluar të dielën e ardhshme në Venezuelë. Tani janë arrestuar 38 mercenar të rinj. Mafja shqiptare që sundon Ekuadorin dërgoi disa nga mercenarët e saj të trajnuar për të vendosur bomba në Venezuelë. Ata janë kapur. Po, mafja shqiptare, ne i kemi kapur. 3 nga telefonat e tyre u sekuestruan dhe ata po flasin, tha Maduro në televizion. Sipas Maduros, dërgimi i supozuar i mercenarëve u shkaktua nga vizita e prillit në Ekuador e biznesmenit dhe ish oficerit ushtarak amerikan Erik Prince, themeluesi i kompanisë private Blackwater. Nëse Erik Prince është atje, perandoria amerikane është atje, theksoi Maduro, pa paraqitur asnjë provë për pretendimet që kanë ngritur. Teksti i transkriptuar nga presidenca venezueliane ndërkohë thotë: përballë kërcënimeve të reja, votoni po, plumbat jo. Më 19 maj, presidenti Nicolas Maduro denoncoi çmontimin në Venezuelë të një komploti sabotimi kundër zgjedhjeve të 25 majit të lidhura me mafjen shqiptare. Daniel Noboa në Ekuador dhe Erik Prince në Shtetet e Bashkuara. Në takimin të mbajtur në sallën Simon Bolivar, morën pjesë edhe zëvendës presidentja Delcy Rodriguez dhe ministri i mbrojtjes Vladimir Padrino Lopez, ndër përfaqësues të tjerë të forcave të sigurisë. Më parë, më 19 maj, qeveria e Venezuelës urdhëroi pezullimin e menjëhershëm të gjitha fluturimeve nga Kolumbia pas paralajmërimeve për një plan të supozuar konspirativ që synonte destabilizimin e zgjedhjeve të ardhshme rajonale dhe legjislative të planifikuara për të zhvilluar më 25 maj. Vendimi u bë i ditur nga ministri i brendshëm vendas, Diosdado Cabello, i cili deklaroi se masa synon të parandalojë hyrjen e individëve të lidhur me aktivitete terroriste në Venezuelë.